Së pari, këto rezoluta njëra pas tjetrës, por mbështetur sigurisht jo vetëm në këto, po dhe në morinë e pafundme të dokumentave dhe fakteve që dalin në dritë. Mendoj se vëmendja, shqetësimi dhe denoncimi i narkoshtetit në Shqipëri ka marrë për masa botërore sot. Unë do ndalem vetëm në 2 të dhëna. 2 telegramet e ardhura nga njeriu më i fuqishëm i botës sot, presidenti Donald Trump dhe ministri i jashtëm, sekretari i shtetit Rubio, të gjithë ata që i lexuan, kuptuan se shqetësimi më madhor i tyre për shqiptarë dhe për amerikanët janë organizatat kriminale shqiptare, kartelet e drogës dhe bashkëpunëtorët e tyre. Bashkëpunëtorët e tyre. Së dyti, pardje, është një publikim që në qindra artikuj të publikuar për narkoshtetin dhe dokumentar, ka një konfirmon ato që opozita shqiptare i ka thënë me kohë, i përsërit çdo ditë, ato që media ndërkombëtare kanë shkruar çdo ditë. Tom Rogan shkruan se burimet e shërbimeve sekrete, disa burimet e shërbimeve sekrete, jo një, i kanë konfirmuar Washington Examiner se përfitues kryesor i karteleve shqiptare të drogës dhe trafikut të drogës është Edi Rama. Vetë. Në person. Gjersot, në dinin time, edhe unë nuk më them se është shterruese kjo që po them, dihet që përfitues është Maduro, e sigurt kjo. I lidhur direkt dhe i dyti bëhet Ramaduro, apo Edi Rama i Tiranës. Dhe kjo shënon një arritje të madhe. Spaj duhet gjësht vërtetën. Për sa i përket deklaratës së zonjës Marta Kos, unë përshëndes si deklaratën e komisionit, ashtu dhe deklaratën e ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu 2 ditë më parë, të cilët e lanë një deklarat apasionante atë të Marta Kos, të pa baza, sepse s'ka diskutim që institucionet ndërkombëtare, shtetarët, diplomatët dhe të gjithë janë të detyruar kur flasin për zgjedhje të marrin parasysh atë çka thonë institucionet e besimit të ngarkuara për vëzhgimin e tyre.